Mirë mbrëma të gjithëve. Po përgatitesha që të bëja videon dhe doja t'ju tregoja diçka përpara se t'ju flas për luftën ose për konfliktin. Në këtë periudhë doja t'ju tregoja që edhe këtu ka ardhur konflikti. Ja shikojeni pak. Si duket ndokush do të ishte në një krevat, në një divan. Ne për shembull do ngroheshim mirë këtu. Ka ndalë njerëzit në për balkona. Doja thjesht ja u tregoja, po shiko, po përgatisja videon për konfliktin, sepse tregohet që djali I liderit, pra të Kamameit që vdiqin datën 28, tregohet që është plagosur. Është plagosur rënd, pra Mojtaba, mos gaboj, si quhet? Mojtaba quhet apo jo? Është plagosur dhe gjendet në spitalin këtë pak në kështu thot The Sun, pra të dhënat e The Sun të një nga portalet më të rëndësishme të Anglisë, tregohet që ky Majtullah Ba është plagosur nga një bombë e hedhur nga ushtria amerikane. Dhe unë doja t'ju pyesja juve. Jo e kisha në mendje këtu tek zjarri tani se më duket po vinë dhe policia, por doja t'ju thoshja, është e çuditshme se si arrin që të godasin njerëzit me një fjalë më influent, më të rëndësishëm me një precizion fantastik. Ju si thoni, si është e mundur? Si arrin këta që të mund të, po kaloj këtej që, si arrin këta që të vrasin ose të kapin disa tipa, për shembull si ky, në këtë rast. Dhe do t'ja u them sepse kisha menduar që mos t'ja u thosha. A e dini që ekzistojnë disa satelit mjaft potent, të fuqishëm, që mund të kapin çdo lloj subjekti në tokë? Pra, për shembull, mund të kapin një po iki këtu se është një makinë të ndezur dhe mos mendojnë që po regjistroj këta. Po thosha, mund të kapin një makinë, mund të shikojnë targën e një makine me anë të satelitit, mund të shikojnë një njeri me anë të satelitit, mund ta shohin dhe ta njohin atë njeri se kush është. Është e vërtet kjo, Pra janë kaq të fuqishëm këta satelit që të tregojnë në një kohë reale se sa të fort janë. Dhe mos mendoni që këto janë në rastësi. Me një fjalë të këtyre liderave që I gjejnë se me një shpejtësi maramendse dhe me një mënyrë precize se kush janë, ku gjenden dhe ku lvizin. Shiko, tani jo vetëm sepse mora vesh për shembull që ky Mojtabai, djali I liderit këtij Kamameit, ishte lëvizte pa telefon, pa celular, por lëvizte me një lloj si mund të quhet, radio marse, që ishte vetëm për atë. Ishte me një fjalë, me njerëzit tia, vetëm me atë, dërgonte një mesazh dhe me anë të atij mesazhi, dije se ku ishte dhe ata I jepnin të dhëna ose udhëzonin për çdo gjë. Mirë po, të tjerë mendojnë që mund të kishte në një telefon që mund ta mbante me anë të satelitëve ose me anë të disa aparaturave, ata me fjalë amerikanët e dinë se ku është, ku ishte ose ku gjendej. Unë them që nuk është kështu. Unë jam I bindur që është me anë të satelitëve. Sepse, siç ju thash, ka satelit kaq të fuqishëm tani që kanë zoomin, zoomi I tyre është mijëra herë më I madh se sa një telefon apo një telekamer, që përdoren për ushtrinë. Dhe
këto lloj pajisje me anë të satelitit, siç ju thash, ai e drejton atje ku dëshiron, për shembull në Teheran, për shembull, dhe i jep një sistemi i jep një fotografi. Dhe sistemi bën një seleksionim të këtyre njerëzve që kalojnë. Për shembull, nëse kalojnë njerëz në mes rrugës, ky lloj aparati, sepse është aparati ai që me fjalë teknologjia që e merr me inteligjencë artificiale, le të themi inteligjencë artificiale, po i seleksionon fytyrën e të gjithë atyre që sheh. Do thoni ju, po mirë, si e sheh nga sipër? E ka të kontrolluar, e ka të kapur. Jo vetëm telekamerat, në fakt, qofse vu 3, telekamerat tani në gjithë Teheranin po i shpartallojnë, po i thyen, sepse mendojnë që janë telekamerat e rrugëve. Nuk janë telekamerat e rrugëve, janë satelitët që janë me disa sisteme shumë komplekse që kuptojnë, pra shiko si bëhet. Kanë kompjuterat, kanë fytyrat e atyre që ata dëshirojnë, me anë të kompjuterit bën seleksionimin programi, dhe programi të thotë se ku mund të gjenden në atë territori që ata kapin me anë të satelitit. Për shembull, në një shtrirje 5000 metra katror, për shembull, ata kontrollojnë, po prisin tani, sepse do kush nga ai do thotë, po mirë, nëse ai nuk kalon, nuk gjendet. Dakord. Por ai lloj sistemi, pra ky lloj sistemi që ekziston, kontrollon 24 orë. Dhe në një moment apo në një tjetër ai do dal. Dhe kur të dal, sistemi e kap. Dhe në momentin që e kap, thotë se në çfarë pozicioni e kapi. Ti kur e shikon aty se jep një sinjal të kuq, sinjal të jeshil, si duan ata për shembull, dhe nga momenti që e kap, ata e dinë parafërsisht se ku gjendet, ose ku lëvizin në çfarë drejtimi lëvizi. Pra ky është sistemi më kompleks dhe që është aktual, që gjendet. Bile do t'i them dhe diçka tjetër. A e dini se është një lloj teknike me një nanoteknologji që me anë të ADN-s mund të gjejnë edhe se ku gjendet një njeri. Mund ta gjejnë. Në një moment, me një fjalë, lëshojnë këtë tip mini robotin dhe mund ta gjejnë se ku gjendet. Vetëm me një fije floku ose një pështyme aty, mjafton vetëm kaq dhe i gjen eksaktësisht se ku është. Po flasim për një super teknologji që është vetëm në momentet ekstreme. Ndoshta në këtë moment amerikanët po mundojnë që ta përdorin këtë lloj sistemi. Dhe normal që për disa këto janë teori konspirative, po unë jam i bindur për këtë. Dhe doja t'ju thoshja që çdo lloj lideri që do vije tani në pushtet në Iran, unë jam i bindur që nëse nuk do të bie dakord me ushtrinë amerikane ose me amerikanët, padyshim do ta azgjësojnë. Sepse sot jemi të lidhur me gjithandej me sistemin kompjuterik. Dhe sistemi kompjuterik është i lidhur gjithandej. Për shembull, unë në këtë moment që po flas me ju, padyshim nëse dëshirojnë mua më kapin në moment, do t'i them, shikoni, përballë meje. Shikoni pak. I shikoni? Ja. Këto janë telekamerat nga kjo anë. I ke nga të 4 anë telekamerat. Këtu s'ka. Por aty i ke në cep të rrugës dhe kap nga të gjitha anët, nga të 4 anët ajo kap, se ka edhe nga këtej, edhe djathtas edhe majtas. Kështu që në çdo vend që të shkosh ka telekamera. Tani pse po u them këtë? Sepse mbaroi ajo që njerëzit mendonin që nuk mundej që të kapeshin me sisteme, si mund të quhen, sisteme të dikurshme, që i vente spiuni pas dhe kaq. Mbaroi ajo kohë. Tani është krejt ndryshe. Kështu që shpresojmë që kjo përplasje, si mund të quhet, se ky konflikt tjetë mos të zgjatet shumë, sepse mua më vën në pozitë të vështirë, si do qoftë gjë e tillë. Dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme, shpresoj të jeni mirë dhe ju. Sot jemi të ftuar për darkë dhe unë po pres tani që të vinë të më marrin. Dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Shpresoj edhe ju të hani darkën, ashtu si edhe unë, të hani një copë mish të mirë, me ndonjë sallat të mirë, me ndonjë
Më duke se erdhen. Ju përshëndes, hajde, ju përqafoj. Kalofshi bukur. Ai zjarri atje vazhdon akoma, Njerëzit hedhin mbeturina rrugëve. Dhe pastaj ka të tjerë që shkojnë dhe i djegin.